أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناده ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. është sure e Gat, për atave normal mor pak kohë. Tash do të mundona në gjuhën shqipe kuptimi ati dykun i parafort i kësaj surës Nazia. Filloj në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Allah i madhëruar fillon me betimet e tij hyjnore, duke thonë betohem për ato melaçe që me forcë e rrëmbejnë shpirtat e keqbërësve. Pastaj vijon me ajetin e dytë sërish betohet edhe për ata shpirtat e besimtarve që miren me lehtësi, edhe me butësi. Sërish thot edhe pasha ata meleçet të cilët me shpejtësi notojnë nga qielli dhe toka. Sërish edhe katërta betim, edhe betohet për ato meleç që nxitojnë mi zbatu urdhra dhe mi përmbush porositë e Allahut. Edhe pestash sërish betimi i Allahut, betohem në ato melek që çdo çështje e rregullojnë me precizitet. Ditën kur të ndodh tronditja e madhe, pas së cilës e pason tjetra, atë ditë zemrat do të jenë të njerëzve të tmerruar, madje edhe shikimet kanë me qenë të friksuar. Atë ditë mohuesit do të thonë
a thua do të bëhet përsëri kështu sikur që jemi, edhe pasi të jemi bërë eshtra dhe të kalbura, atë ditë mohuse do të thonë, atëherë ai kthim do të jetë dëshpërim për ne. Ajo do të jetë një britme e madhe dhe ja ata do të bëhen të paraqitur dhe ekspozohen mbi sipërfaqen e tokës. Atë ka artyje o Muhammed rrëfimi, lajmi dhe ngjarja mbi Musajin a.s. E kur Zoti i tij e thiri në luginën e bekuar tua, e ai shkoi te faraoni e i than shko te faraoni se me të vërtet e ka tepruar ai, e thuaj atij, a e ke ndërmend, pastrohesh, të vedisohesh dhe ta frenesh veten nga punët e liga, unë do të udhëzoj për tek Zoti yt, që t'ja kesh frigën o faraon, edhe më në fund e atë tregoj dhe ja shpalosi mrekullit më të mëdha, por ai kishte vendosur, ishte përcaktuar sërish e përgënjeshtroi urdhrin dhe nuk ju bind, edhe pastaj u kthej, ja kthej shpinën Musait, edhe shkoi ku me shpejtësinë më të madhe te populli vet, i tuboi dhe i grumbulloi të gjithë njerëzit edhe magjistarët dhe ju mbajti një fjalim serioz dhe ju tha të njëjtën fjalë që kishte thënë të kaluarën, unë jam Zoti juaj më i lartë. Atëherë, më e teproi kjo dhe Allah i madhruar tha, e ndëshkova me një ndëshkim të atashëm, si për të parën erë, edhe për të fundën erë. Ky ndëshkim është mësim, edhe është përvojë për ata që kanë frikë Zotin, edhe thuaj, a është më i rënd krijimi juaj, apo krijimit i qiellit që e ndërtoi Allahu, e ngriti kupën e tij dhe e përsosi, natën e erësoi dhe ditën e ndriçoi, e pastaj tokën e boni të sheshtë dhe të drejtë, prej tokës nxori ujë dhe kullotat e saj, kurse malet i përforcoi dhe i vendosi si furnizim për juve dhe kafshët e tuaj, e kur të vi kiameti, vala e madhe, a ditë njeriu ka mu kujtu se çfarë ka bërë për veten e vet, xhenemi do të shfatet sheshazi apo haptazi para ata çka e sheh, për sa i përket atij që i ka kaluar kufit dhe i ka bë përshtypje, i ka dhënë përparësi jetës së kësaj bote, xhenemi do të jetë vend takimi apo vendi i tij, e për ata i cili ka pas frikë paraqitjen para Allahu xhaleshanu dhe ka ndaluar e ka franu veten nga lekmia, xheneti do të jetë vend banimi i tij. E kur pyesin ty Muhammed për kiametin, kur ka me ndodh, por ku jeti në gjendje që tua të regosh atyve, që do thot as ti nuk i informata dhe qasje o Muhammed për kiametin, vetëm tek Zoti yt është dituria mbi këtë informat, ti je vetëm paralajmëruesi atyre që kanë frikë Zotin, ditën kur ta përjeton atë, do t'ju duket sikur se kanë jetuar një paradite apo një çast të mbrëmjes. Ky është një përkthim i shkurt në ajetet të cilat u lexova pak para juve. Po filloj në emër të Allahut, duke u mbështetur në mëshirën dhe forcën e Allahut, ata të cilët do të munduna pika shkurta një farë koment apo interpretim me ato ftësitë të dobta që kemi, duke lexuar apo kemi shfletuar nëpër librat komente të Kuranit, apo kemi ndëgjuar nëpër ligjërata prej dietarëve. Surja Naziat është sure e cila është mekase, që do të ka zbrit në epokën mekase, besoj që keni ndëgjuar nga xhallarët, Kurani ndahet në dy pjesë, ka sure dhe ajete mekase, që nuk kuptojnë kanë zbrit në periudhën e Mekës, dhe ka ajete dhe sure që kanë zbrit në Medinë, quhen medinase. Ajetet mekase më shumë trajtojnë tematikat, domethënien dhe konceptet e imanit, besimit, ditës gjykimit, tmerrjen e ditën gjykimit, edhe këtë çka ka bëjë me xhenetin, xhenemin dhe kështu me radhë, ndërsa ajetet dhe suret që flasin, që kanë zbritur në Medinë, flasin dhe trajtojnë për temat, normat, dispozitat, halali, harami, edhe çka ka të bëjë me këtë. Që nuk kupton kjo sure është mekase. Mekase i ka numëron 46 ajete. Thuhet se shkaku i kësaj sure zbritjes, shpalljes kësaj sure është se kanë pyet Muhamedin disa kokfort, edhe ata kanë pyet me cinizëm, me ajgare, me tallë, ka thonë,
Jo Muhammed, kur ka me ndodhë kiameti? Madje ky ajeti, ky pyetje është në këtë sure, prej ajeteve të fundit. Yes'alunaka 'ani s-sa'ati ayyana mursaha, kur të pyesin ti Muhammed për kiametin, kur ka për të ndodhur? Edhe Allah i madhëruar e ka zvarit, e ka shty këtë përgjigjen, derisa i ka zbrit këtë surën komplet. Se tek e fundit poenta nuk është kur ka me ndodhur kiameti. Është një hadith i pejgamberit që shpjegon pikërisht pak më detale këta, ka ardhur një bedojni ka thënë ja Muhammed me të sa, kur ka me ndodhur kiameti? E dërguar Allah për me mësu këta se nuk është poenta kur ka me ndodhur aja. Po i ka thënë ma adet laha, çka ke përgatiti për atë ditë? Që kjo është ajo më e rëndësishmja. Kjo do të qenë edhe ajo shqetësimi jon, brenga jon, gala jon, fokusi jon. Ti çka ke përgatitur për atë ditë? Sa ja ka për të ndodhur? Deshtëm apo nuk deshtëm? Ka menduar ata se shpejti ka marrë. Edhe i ka thonë ai, ja Rasulullah, unë nuk kam bërë shumë namaz nafile ekstra, as agjerim ekstra, vetëm një gjë, jam i mbindur, se unë shumë e dua Allahun dhe të dërguarin e tij. Kjo është një kapital i madh që duhet shumë me kultivu, dashuria ndaj Allahut dhe pejgamberit, e pejgamberi jap mesazh atij dhe gjithë ata duke thonë, njeriu do të jetë ditën e kiametit me ata që e don. Ka thonë nuk kemi gjetë pyetje më të këndshëm, më të lezetshëm, më të ngrohtë për gjoksin ton se kur na ka thonë njeriu ka më ringjallë dhe ka më qenë ma ditën e kiametit me ata që e don. Edhe se prej neve duhet kjo përgjigje, më na ngacmu nga mbrejna thua vallë, çka vlon te zemra jon? Ka ne do na shumë. Çka po shprit zemrën ton? Kur na zën xhumi, çfarë ëndra kena? Fëmijët tonë çfarë ëndra kanë tash? Kur bim me flet, një iPhone, një makinë të bukur e ku diçka. Ti sa tult. Shre këto? Ç'është mu taku me pejgamberin? Mu shoshru me ato burra, me burrat e sinqert, me të devotshëm? Shatanë dallim ko mes burrave të kësaj kohës dhe asaj kohës. Se çera kalumën më shumë e kanë kultivuar ata çet zemër, çet organ. Na më shumë investojmë këtu. Edhe dallimi mes neve aty është çka është një pllom. Nuk është 1400 vjet. Ata kanë ushqyer zemrën me dashuri, me frikë, me shpresë, me mbështetje në Allahun. Këtë gjonat. Na çka ka mangur, me pi, mënyja e iftarit sot çka është, mënyja e syfyrit, çfarë dallimi? Shumë dallime. E ndërsa më mendash. Për ta imi bë me keqardhe, imi bë që nuk jemi modern dhe shembull. Ndërsa na duhet shumë me investu dhe me kultivu zemrën, sa tek e fundit fokusi Allahut është te zemra. Allah nuk shikon na fizionomin, as bukurinë, as profilin, a je jeshëm, a je maneken, tek Allah ç'kto është fokusi. Ç'to mrena, te ç'kjo zyra, ç'ka çarkullon, ç'ka vlon. Edhe ç'kjo është edhe pointa, pas e kanë zbrit edhe një ajet si përgjigje se ka thënë ila rabbika muntaha. Muhammed, kur është kiameti, kur ka përmendol, ka zbrit ç'kjo pjesë e ajetit ka thënë dituria mbi këtë çështje vetëm Allah të takon, të Zoti. Ne nuk kemi informata dhe çasje. Pastaj zbrisin këto ajetet duke u betuar Allahu i madhëruar. Kjo sikurse na jep një sen. E keni po kur doni t'ja mushni mendën dikuna ose mi tregu për një sen që je serioz. Edhe ai fare nuk ka shka bindet. Ti duhet me përdor një alternativë apo një opsion. Çka i thu? Pasha, për me bindë se jam të fol diçka serios, apo? Edhe Allahu, pasha me laçet që nxjerrin shpirtat e jo besimtarëve dhe kriminalëve me rrëmbim, me ashpërsi. 5 betime të njëjtëshëm. Ktu ka pak edhe debat të dietar ta thua vallë për kam bambeje Zoti, ka shumë mendime, po mendimi më i saktë nuk duhet vënona, janë me laçet. Duke filluar, betohet në me laçet që nxjerrin shpirt me ashpërsi, me vështirësi. Sidomos besimtarëve, shpirti mos besimtarëve i shpërndat në përket trupin. Në gjuhën arabisht ka shpreha haraka, janë nxjerr Allahu këtë në përpjesë të trupit ja grumbullon shpirtin me laçën fal, edhe janë nxjerrin. Pasha këto me laçet. Shore, që kanë këtë detyrë dhe funksion. Argument se me laçet kanë funksion dhe detyrë. Pastaj me laçet forma dytë, edhe pasha ata të cilët marrin shpirta me lehtësi, me butësi, me mëshirë. Shpirti besimtarëve. Është një hadith që tregon në formë pak më detale si ja merr me laça shpirtin të këqinëve dhe të mirëve, të këqinëve kriminalëve, jo besimtarëve, përgënshruesve, sikurse me fut një thupër që është me xhemba me thera, me një lesh të lakët që është. Imagjinoj tash kur ta nxjerrësh. Çfarë vështirësi është?
nga tresë, rrëmuje madhe bot. Ashtu do t'i doli shpirti mos besimtarve. Ndërsa i besimtarve, që ka në hadith, sikurse pikat e shiut që bien në gjethe, edhe vetëm pak e lëviz, vjen me lehtësinë më të madhe, me kollajllëk. Kështu. Pastaj është betimi në melaçën wasabihati sabha, pasha ato melaçe që notojnë dhe fluturojnë. Ka melaçe që lëvizin. Prej këtu ti marrin urdhat, i dërgojnë lart. Prej lart i zbrisin poshtë, marrin shpirta. Është betuar në për këto. Edhe me edhe ajeti 4, pasha ata melata që garojnë. Ata shpejtojnë, nxitojnë, nuk ezitojnë, nuk pritojnë me zbaturat e Allahut. Edhe 5, pasha melaçe që i menaxhojnë dhe i rregullojnë urdhat, porosit në formë më precize. Çto fish pak amunal, ka thënë dietar që mund të më marr mësime për melaçeve. Këshire ka melaçe të ashpër, ka melaçe të butë, ka melaçe që notojnë dhe fluturojnë, ka melaçe të cilat garojnë, nuk pritojnë fare. Edhe melaçe që janë i menaxhojnë, i rregullojnë punën me precizitet. Besimtarët do marrin mësim për këtyve. Ka nevojë dënjerë edhe me ashpërsi, me dhezë davetin. Ka njerë nuk e do ndryshe vetëm kur është pak më ashpërsia, duhet me ngrit zanin. Jo rastësisht i dërguar Allahut në dënjena për hutbe e ka ngritur zanin. Kur e ka pasur nevojshmën situatën, ka thënë sabahukum wa nasakum, sabaj kom ju zon, bromë kam u zon. E ka ngri, e ka alarmu situatën. Dhe me, nuk ka punë e vogël. Pastaj edhe pjesa dytë, edhe të butë, ka njerë daveti ka nevojë edhe për mekanizmin e butësisë. Pasi ka përmend laçet që janë fluturojnë, se me laçet kanë flatra. Andaj ato notojnë fluturojnë. Kur banë davet, gjëgjët me pasë me fluturu, adi me entuziazëm më të madh me kryat punën. Jo sikurse disi me zorë më çti njëri. Pastaj është përmend edhe sabiqati, edhe me nxitim dhe me shpejtësi të madhe. Edhe këtu na mëson neve punë të mira, duhet të shpejtohen. Nuk duhet të prolongohen, e jo të zvaritën. Po shka, punë hajrit, qoftë me bismillah. Zotën Allah i ka lavdruar, i dërguar Allah me një hadith kur e pashtoi ka thënë, cila është vepra më e dashur? Ka thënë ta falësh namazin në kohën e parë, të nxitosh. Vëllezër, dijeni mirë se kështu, në vizone. Sa më shpejt që i zbatojmë urdhat e Allahut, aq më shpejt kemi kaluar në siratit. Kjo ka lishmëri për puthje të mirë. Ura ihdina siratal mustaqim, o Zot më udhëzon në rrugën e drejtë, që kjo sirat e ka lidhje me siratin e ahiretit. Nëse i zvaritmi namazin, e zvaritmi haxhin, se ka mas 2-3 viteve. Zakatin, urdhën e nanës dhe babas, se ka vakt pret nana 2-3 saat. Ade projektet e hajrit që janë në favor të shoqërisë, i zvaritmi, so pa tjetër më vonë, dijeni se edhe zvaritja do ndodh urën e siratit. Ndërsa urën e siratit ka dëshirë shpejtësi më të madhe me kalu, që shkojnë atë destinacioni i fundit xhenetin, Allah i rris na baft. Këto 5 betimet. Pse betohet? Për çka betohet? Betohet se mas ajetit 5, çka ka thonë? Mas ajetit 5 është ajeti 6 që thot, a dit ka me ndodh një tronditje e madhe. Pas të cilës ka me viju dhe një tronditje tjetër. Thu që kjo tronditje e ka qëllimin, ka me buria. Kush i mshon buris? Cili për melaçeve? Israfili. Kur të mshon Israfili buris, kanë me vdek këtë krijesat. Përveç kanë me Gjibrili, Mikaili, Israfili dhe melaçe vdekës. Kanë me thonë, melaçe vdekës, me rreth shpirtin e këtyve. Do t'ja marrë ketëve. Kush ka me thot Allahu, thot melaçe vetëm unë. Edhe shpirtit tanë merja. Edhe do ja marrë melaçe vdekës shpirtit vet. Ka me marrë shpirtin vetës. Kur ta përjeton ka me thonë, saron që nga. Se pas na ditë sa radash me marrë shpirtin, se shijon ai vet. Bile thut na për disa israeliate, kur e ka caktu, Zoti ka ngarku me detyrë si funksion me marrë shpirtat me lëshë të vdekës, ka thonë o Zot, pse më ngarkova? Se tash këtë kanë më morrejt mua. Ai, këtë ka më përmend, jam unë shpirtin me laça filane daes, hiç mos e mërzikon. Kam ja çun një smundje dhe s'përmend kur kushtyje. Vdesh pi krijes, pi kancerit, pi mushkënive. Hiç mos e mërzit. Unë të hap ditë ty, ti mos e vipish më, se ka opsione të tjera. Edhe merr edhe vetes vet. Thot Allah i vazhdon ajetin, ka mirë sërish për zdyti, buria, që kjo për zdyti është kanë më ringjall këtë njerëzit. Këtë krijesat kanë më ringjall. Të gjithë. Ktu e ka për qëllim. E pastaj vazhdon ajeti thot, a ditë kur të ringjallën zemrat e njerëzve kanë me qenë friksuar. Na ka rastisnin kur ndodhen një tërmet e kipa. Edhe Allah i ka përmend frikën zemër. Frika është zemra. Kur nuk ka që të gjumë. Si të frigohet zemra, dridhen kamt. Trupi
e kështu me radhë. Jo rastësisht e ka potencu kështu, ka dhënë theks veçantë, edhe kur zemrat e njerëzve krijesave do të friksohen, edhe sytë e njerëzve kanë më të shtangur. Stopirat. Se ka pa tekst, sikur që ka përqyta Allah në disa vende në Kur'an, sikur ka mendon kiameti, kanë gratë që janë shtatzane, kanë me hedh barën e tyre, pa e ndje, ju e dini se kush e marton pyet me gratë, ata kanë dhimbje më të madhe kur kanë barën. Edhe ata që kanë gjithdhënse, fëmijën, kemi pa njerëzit të dehur, pijan, në realitet ata nuk janë të dehur, mi po dënimi Allahut i bën sikur të dehur. Zdin ka shkojnë, sikur që thonë pula pa krije. Kjo në dunjë ndodh. E çka të flasim për botën tjetër? E normal se botën tjetër, tash pe po shkon Allahu, po kthen më apo më di, hey. Ti do fol për botën tjetër, për ahiretin, kur ka mendon kiameti ama, është diçka e tërshtueshëm. Një dridhje ka minor këtë televizje. Unë vesh fazën e parë, po që tregon vetë për melaçe çfarë lëvizje kanë. Po pastaj vazhdon ajeti dhe thot, atë ditë kanë më thonë mosbesimtarët, a kështu këna më këthyje petë këna më baba, masë që kemi qenë në tokë dhe eshtat janë kalë, sërish këna më këthyja? E nëse kjo realizohet, ata thojnë vetë, kam konë dëshprimi madhë, nga se edhin se që ka me ndollë. E atë ditë, ketë kanë me dalë, kanë mu paracit ekspozu mbi sipërfaqen e tokës. Thot, vajda unë bisajre, qësh janë apërvore, kanë me dalë. Disa thojnë, ka qëllimi sajre, kanë me dalë me një tokë të bardhë. Sikur që është buka e bardhë, ose disa thojnë sikur se në Sham, do t'jenë Sham, me hadithe është vërtetuese, masheri, tubimi, grumbullimi, rigjalla ka me dalë në Sham, në Beitul Maqdis, kjo është hadithe të sakta. Këtë kanë mu paraqit para Allahut. Pastaj Allah i madhruar tash e tërheq vëmendjen me një ngjarje tjetër. Duke i thonë këshire, ju që e përgënjështroni ringjalljen, ka qenë një popull më i fortë se ju, edhe ata e përgënjështruan, tash po ju tregoj. Ama çka i ka pasu ndëshkimi dënimi? Kujdes, mos e ndjekni rrugën natyrës, se ju ka ndodhur. Hal ataka hadithul Musa, thuaj aty, a ju ka ardhur juve rrëfimi, ngjarje, tregimi për Musa alayhis salam? E çka? Kur u taku me Zotin dhe Zoti e thirrit ajo lugina që është e shenjtë. Edhe ka thonë, ja, Musa, po tap të vratin, po i ke disa detyra. Shko te faraoni, te koka që ka po fesad, thuaj, e te provave, me padrejtësi, me kokëforci, me arrogancë. Njëri ban dhe një gabim, dhe një gavë, dhe një lishim. Mi po, me kalut kuqën, nuk e tolerën kurkush. Thuj, e ki te pru. Edhe çka? Edhe më njerë me ndëshkim, po duhet fjallën, jo me një farë mundësie, një farë shanse, një farë intervenimi, si ki katastrofë është. Edhe thot, a do mu këthyti, a do me dhonë fund asaj ma, a do me pastru vetën ma, a do me hek dorë nga e keqja, ma dje thot, unë të ullzoj, të orientoj, të gzoti, nëse ka nevoj për këto. Mirë pa aj që është i përcaktuar, të e keqja, aj shka, aj përgënjështroj këta, edhe nuk u bëndë. Aj kishte mundësien, shansën, e fundit. Edhe, çka? Edhe, minjer u këthi, ja këthi shpinën, me shpicin më të madhe, edhe shkoj minjer tek populata e vetë. Se këto shumica që kanë pushtet, gjithmonë kur paraqiten dhe rezistencë, frigohen minjer. Edhe minjer munohen me ba ato takimet, mbledhje dhe shka, i grumbulloj, edhe magjistart, edhe poplin, edhe ju tha këshire, hey, ju tha atyve kështu, një fjalim, une, jam Zoti më i lartë, se e kuptoj se është duke ardhur Musai të promovu e duke kështu demonstru se Allah është Zoti më i madh. Edhe ky tha, unë jam Zoti më i lartë. Këtë fjallë pa thënë edhe para 40 vite. I keqi me ti keq, i miri me ti mirë. E nesu me adin, pejgamberi ka thonë, njerëzit janë sikur se brumët, xehet. Ka për tyre që ari, ka për tyre që është argjend, ka për tyre që është bakër, ka për tyre që është mesink. Men, ari, kur nuk ndryshon? Ari kur? A e futën tokë, a nër tokë, shi, borë, a e ari met. Ata që janë, unë kam punu 2 vite gjysë argjentar, qunë disa formë, qunë pozlatën, ingjëros me ngjyrë të arit, ndërsa është në esencë bakër. Edhe qismin në për ato që ekspozojnë të ato gjamët që janë izlogat edhe për me shëtë që kjo është arit. Mirë po, atë unas, po e nëzire me një vend ku është ftoft, edhe ku është
sfida dhe ku ka sprova, mi njerë nëzirë ftyrën. Ku ta këshish bakër. Po, disa njerë kështu janë. Stolisën të mirë, një sprovë, një telashe, e nëzirë që ka e ka. Ari jo. Ato burra që janë të mirë, kanë pasuri, kanë fukarallëk, qaj është? Është njëri, është burg, fa u edhe, është altan është. Edhe faraoni, i keq është. Ku ta dërgosh? Ai mbet. Edhe tha të njëjtën tha, unë jam Zoti më i madh, më i lartë. Dini mirë, mos gabonit, pranoni dëni ofertë tjetër, dëni filozofi dhe fe tjetër. Pastaj thot Allahu, fa akhadahu Allahu nakalan. Allahu e ndëshkoi me një dëshkim të madh, edhe për të parën e që pa thonë, edhe për të fundin. Kjo përdoret e te populli, kur e tepron dikush ha, ja kam ledh vet. Fish kur ta zon, ka me pagujt edhe për ato të parat, edhe për të fundit. A e përdorni këta? Kështu është. E afatizon, ndoshta mos po kthehet. Kur e shes se tepron, nuk e fal. Kur Zoti nuk e ndeshkon njeriu me parën e dytën, me tretën. Edhe kjo është realitet të njerëzit e burrat e maj. Kohën e Omerit, njëri pa vjedh, mas i vjedh, ndoshin me çudëni dërmjetësues, edhe me amnestu, edhe llobiratçin prej atje. Mos e kjo është ndoshta era parë ka vjedha se dyta. Omeri halife jo, t'ja i tha njerë dorën, pastaj nuk ka problem me vesme. Ta zbatoj urdhën e Allahut njerë. A më mon njerë para se mja prej dorën, mas e prejti, edhe i tha, eja filan, qaj personi, që kishte vjedh. Edhe i pyet këtu para ketëve pyet thot, trego, sa herë ke vjedh jetën tënde? Ka thënë më shumë se 70 herë. Më shumë se 70 herë kam vjedh. Dëgjoni. I thot Omeri, kur Zoti nuk e turpron njeriu me paraner. Të ka me të synit të dënja çokoladë, merre. Të ka me të synit të çatë një farë diçka po. Kur ti janë nxersh bishtin, ku fiti ka lanë. Atë më jo se ti duhet patjetër ti duhet me marr masa. E kuptuat? Edhe ky e teproi shumë, edhe Allahu e ndeshkoi, edhe ky ishte mësim. Edhe ishte përvojë për kanë ata që kanë pas frikë Allahun, Zoti e pruni këtë gjallë më apo me di këtyve, hey, o ju mos tek te Mekës. A dikush ka qenë faraoni, diktator, gjakpirs, çfarë ushtrie ka pas, çfarë arsenali ka pas, po çfarë ka pas madhe, këshire fundin, po e ndjekët, e trasuat, njëtën rrugë dhe bina hapat, e njëta ka për t'ju përcjellë dhe juve. Pastaj, Zoti e ngren pak edhe një argument, me vetisu njëri, thot, a krijimi juve njerëz është më i rënd, a krijimi çeve? I pikujti. Çka pe ti vetën çka të madhe? Allah i ka kriju gjigant krisa, qiellt, pa dyrek, monument, tokën, natën, ditën. Nuk bëhet asnjë plasaritje, o vëllezër. Këtu ka fakte, dëshmi, provë për ata që kanë arsye dhe intelekt. E më apo më di, a antum ashaddu khalqan am as-sama? A krijimi juve është më i rëndë dhe më i fortë? Edhe më serioz, se krijimi i qiellit që ka ndërtuar Allahu, pastaj fillon Allah sërish më përmend, ju keni ka shkoni, ka krijesa që janë më gjigante, ju tash për veten peqetni listën e parë. Pastaj thot, e ngrej kupën e qiellit dhe e përsosi, që sa bukur ka po. Hepte një shikim qiellit, që ka thënë Allah në Kur'an, hepte shikimin qiellit, a mos me gjetën një plasaritje në qiell. Që këtu sa e bukur është kjo, është e ndërtuar. Mi po mas 2 javë, kemi thënë, pas ka krijesa atje. Pas ka lëshu diçka atje. Pe kur Allah ka kriju qiellin. Edhe shka është më e keqja, neve më shumë na le përshtypje prodhimi i njerëzve, o gjak çfarë iPhone-i ka ndreq, i ri 4 meçi, 5 meçi, çfarë makine prototip. I le kjo përshtypje, nuk i le kjo përshtypje çot gjigante. A dini pse? Se është bëhe zakonshme. Andaj duhet me pas pak një qasje pak më ndryshe. Si be zakonshme, Zoti që ka kriju, njëri ka kriju. Sa do që e ka bë, ajo është njeriu në esencë, ka të meta, është i krijuar që me pas lëshime, e gafe, e si kjo, po kur bëhet e zakonshme, ja. E tu ka bërë zakonshme muçu, me thith hajri nuk e pagun, me syt i shike nuk pagun kurgjo, ajo që e pagun, minjer të ty ka vlerë edhe më shumë është konsiderat. Thot Allah, shikoj qiellin që e ka ngrit kupën dhe e ka përsos, natën e ka erësu, ditën e ka ndriçu, e pastaj tokën e ka shoqit, e ka bërë kështu infrastrukturë të bukur Zoti, pra asaj ka nxjerr ujë dhe kullot për juve, edhe për kafshët, edhe malet, i drejtoj dhe i përsosi, e ka bërë kështu një dë bukur dizajn tokë, me të vërtet që njëri duhet me net pa tekst, mu fasionu, sa bukur ka bërë Allahu xhaleshanu, sa mira,
Sibghat Allah. Zoti ngjyros edhe dizajnon më mirë se çdo sen. Çfarë dizajni ka dhënë qiellit. Sa do që manitmin, kalusë vëllezër. Ma din insan, njeriu ka prodhu. Zoti, Kur'an, që kjo do të më të lënë tyje pa tekst. Edhe thot, pasi e tregon këto atëre, e kur të vije, ta me të kubra, aja vala e madhe. A dit njeriu ka me kujtu vetën. Kur e kujton njeriu? Kur të ikët fëmirat. Kur të shkojnë begatit, subhanallah. Sa ishe gjallë baba. U desh me qaf, me puth, me qu të vllai vet, me qu mi boda hajrat, me shëtit, ku e ka pas zemra ta don, kena pas një profesor në Egjipt që mashallah ndëgjoni. Muni mi ja ble zemrën nanës babës me një sen, që muni mi ja kërku nisen e kryni punë, pastaj nana dhe baba të uron tyje, ma të urim kam bët përcet hajre gjithmonë. Dhe kjo për shembull edhe kina në tane, edhe dinë në jote çka ka qef shumë ti, e do ma shumë më të rënë vetë tezën tane. Edhe çka ban, ti dini ditë bleja tezës tane një bakshisht mirë, edhe surprizoj nanë. Ai nanë thot, e kam bën jetë më çu te tezja. Ti e di se shumë ka qef. Ai valla mirë ishte kanë. Edhe ti e çon, edhe thuj non, më traston e tezës e kam bledhe një gjaket, një sen, e një bakshish. A di që thot nana, të ke profesori, o zot, vetëm hajrit a përcije dhe vladën, kur shere, që ja blete, një urim e të uraj, që kjo luot kjo politika, diplomacia, menon me bavën, jo me bo me qirë diplomatik me qirë, që na kena merak me qirë, edhe si me lon për shtypje mi hinë zemër nanës. Aja që ka ta donë, marit. Edhe këta, thot, tash kur i kujton njeriu, kur të ndodhe kjo brit ma e madhe kiameti, jo me të edhe kër insanu, a dit njeriu kujton, çka kam bo, pse velejet mas, sa projekte kam pas tajt mi bo, atëre gjeneti kam ju ekspozu para syve, shumë afër njerëzve, e se përket ai cili ka tepruar, edhe ai cili i ka dhënë përparësi dunjas, ma shumë ka lëkmu dunjan, edhe pse na nuk duhet, na botën tjetër do me pas ma shumë vëllezër, normal, jetojmë në dunja, mirë po sa mundësi ka në përqindje të asaj çka ka dunja në krahasim me ajretin, as do të më dhon. Sa jeton 60-70, në ajret për gjithmonë. E pa i mençmi, ma shumë një përparësi asaj, se për këtë cili ka kalu kufit ndaj Zotit, ndaj familjes, ndaj vetës, shoqërisë, ky njeri, edhe i ka dhënë përparësi dunjas, a dikoj ka destacionin, Allahu na ruaj të zjarr. E sa i përket atij njerit i cili ka pas frikë takimin me Allahut, gjithmonë e ka pas natër, çush ka më dal para Allahut. Faqe bardh, a faqe zez. Ai turprum, a krenar. Këta du të shpesh neve më na vlun kokën tonë, para se më me flet, çush ka më dal para Allahut. Neve ka njerë në rastis, çush ka më dal para shefit, subhanallah. Para këtina që ja kam hatrin, Edhe gjumi nuk na zën, ndoshta, po vëllezër, po para Allahut, ai cili e shoqëron, që kjo gjithmonë, që kjo mendsi, çush ka më dal para Allahut. Edhe frenon veten gjithmonë nga lakmia. Lakmia e madhe, që është elmi më i keq, toksina më e keq që po na ngarkon neve. Ky nëse i ka realizuar këto dy gjëra, destinacioni i tij është xheneti. E të pyesin Muhammed për kiametin, kiameti thoi atë çka? Unë s'm ka hinë kjo punë. Pse? Se dituri dhe informata për këta tek Zoti, vetëm Allahu e di më shumë, kërkos di, edhe unë nuk jam tjetër sen, vetëm ju paralajmëroj, kush ban punë të liga, edhe të këqija, veçet këqija, dukurit këqija harame, e pret zjarmi. Kush ban punë të mira, ban iman, edhe ban vepra të mira, unë ju përgëzoj. Unë jam përgëzues edhe paralajmërues. Edhe dini se a di kur do të bëhet kiameti, secili ka më thënë veti, ai unë s'pas ne jetu, sa një paradite dhe një mbrëmje. Gjaj që më sigur të flesh. Flenti, me orë të tëra, shikon film, me orë të tëra, kur të gjohesh, ma son se 2-3 sekonda. Jo rësisht, gjumi është motra e vdekjes. E kur të vdes, kret ato 70 vite që këtu kemi thonë, kjo është ajo mesazhi në pikë të shkurta, me ato aftësitë tona, komente, interpretimi, apo sqarimi mbi surën e Naziat. Allahu na vash diturit të dobishëm, e vepra të mirë, Zoti na i gjallë zemrat, na bof gjithmonë shoqërona me Kur'an, nuk ka seni më i mirë se Kur'ani, bile, vetëm ta rikujtoj veten time edhe juve, Ibn Taymija para se me ndrurit ka thonë, por kur se nuk i bi pishman keqare për veten time, edhe për ata kalumën vetëm një sen, pse nuk e kalova agjendën për ditëshe me Kur'an? Tek i fundit na nuk dallomi vetëm Kur'an. Çdo popull, çdo komunitet identifikohet me një veti. Pse i thot i but, se ka cilësit pandashëm butësie, kështu. E na me shka du të më dalu, mu identifiku, kër kam vetë Aishën,
Rasulullah, çfarë morali ka pas? Me kuça se ka lidhur që ka thënë me Kur'an. E na duhet të identifikojmë me Kur'an. Ambe sa duket na jo. Për këtë kemi kohë, për Kur'an s'kemi. Është mirë. Baja kështu argjend përditshëm, para një faqe një ama gjithmonë të lexosh Kur'an. Nuk ka sen më i bereqetshëm se Kur'ani, më i mirë. Bile baje wird, që është argjend e përditshëm, edhe ata baje fshehurazi, jo para njerëzve. Mush me bë fshehurazi, se kjo seni është më i mirë dhe më i saktë edhe është më faqebar. Allah i nderoj, alhamdulillahi rabbil alamin.